Kryeministri Edi Rama prezantoi sot drejtorin e ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Igli Tafa. Igli është një tjetër rekrut i Shqipërisë digjitale, i cili ka lënë misione dhe punë të tjera në vende të tjera, po ashtu jo vetëm në Shqipëri. Dhe ka ardhur të shërbejë në një moment shumë dramatik kur ne u sulmuam nga terrori kibernetik. Kapaciteti i tij drejtues, por jo drejtues në kuptimin e dikujt që thjesht menaxhon, por dikujt që është pjesë e juaja, sepse bën të njëjtën gjë, kupton gjuhën tuaj, kupton sfidat tuaja. Na bëri së bashku me ministren që t'i kërkojmë të spostohet brenda të njëjtës godinë. Kryeministri u shpreh në lidhje me ish drejtuesen e Akshit, Mirlinda Karçanaj, se beson që është e pafajshme, por fjala e fundit i takon drejtësisë. Ai sqaroi se nuk ka patur dieni për aktivitetin e kompanive në hetim në lidhje me dosjen e Akshit. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim, por unë kam dieni për faktin që Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë, ka një karrierë nga më të shkëlqyrat në shërbimin publik,